Moti ka filluar të ftohet dhe njerëzit çdo ditë më shumë po e mendojnë dimrin e gjatë e të ftohtë. Ata kanë filluar të vizitojnë tregun e druve të zjarrit, kështu po mendojnë ta sigurojnë jetesën në stinën e ftohtë. Por çështja mbetet çmimi i tyre. Sa i përket çmimeve sipas blerësve nuk ka ndryshim nga viti i kaluar. Çmimet janë të vëlefshme, por për dikon që si ka mundësit janë shumë të larta. Ka njerëz që janë kriza modhe, nuk kanë mundësi me blej dhe janë çmimet shumë të larta për dikon. Nga ana tjetër, shitësit e druve nuk deshen të flasin para kamerës për çmimin e tyre. Por ne morëm vesh se çmimet për metër dru sillen nga 30 deri në 40 euro, ose pak më shtrenjtë se viteve më përpara. Mirë po qytetarët thonë se vështirëja dalin t'i blejnë, sepse kriza ekonomike ka bërë të vetën edhe tek ne. Nga ato që pam në treg, ka sasi të mjaftueshme të druve, por që mungon buxheti tek blerësit, që kanë kërkesa për lëndë djegëse.